nderuar kryetare, nderuar deputet, kabinet qeveritar, dashur qytetar, edhe sot erdhë mashtruesi para nesh me një mashtrim ideal. E për të regoj që na mashtoj forci para prakën të rashë kriminalisht. Zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhen një mashtrim këtë fjallim. Ndodhen një mashtrim në këtë foltore, e po du me demasku këtë mashtrim në mënyrës më të keqe të mundshme. E para, kolega që foli para me këtu, është që sa vjet në pushtet. Mban përgjegjësi për çmimet, mban përgjegjësi për vjedhjen që po na ndodhen në energji, për fakturat që po na vijnë. Ky dhe qeveria atij edhe ju mbani përgjegjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjegjësie në asnjë variant. As muni me shef pas ligjit tavan, as kurrë se oligark tu kryeministë janë të shitë të bëjë energji. Edhe po ushtohen kompanitë për ditë e më shumë njerëz të afërm tu. Duhet të ketë një korreksi këtu në këtë rast. E dyta thot po financohen mediat me thash. Nikone çka bëhet këtu. Nikone mirë çka bëhet. Po financohen mediat me thash. Ky shpenzon më shumë ti pare duke ushqyer zagar me fysh shqiptar. Ju lutem regjia janë. Me fysh shqiptar, me fysh shqiptar. Ky shpenzon pare, je bën në marrëdhënie. U bën luftë me Serbi. Ky ka zagar, ka faqe, zagare që janë në vetë të atjerë publike dhe vazhdon me bëu edhe sot. Pa vërtet. Edhe nxitur rreje, edhe nxita dhavere. Edhe ata që po e mbrojnë, janë çashi, zagare. Po, janë zagare. Ju lutem. Siç kam, po me rajtë të shohë, mos të ky po. Deputeti ose antari qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij në rishikrimin e seancës penale ose demonstrimin e seancës penale e shkretë duke deklaruar se nuk e përdor gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem uluni në vendin tuaj. Nuk kërkoj që të uleni në vendin tuaj, përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, Zoti Haradinaj. Se ka shpi parën për vendor, e ka shpi se s'po mujnë në shtrat. Se s'po mujnë kontrollon. E kështu ka me shkuve, ju lutem. Me foltore nuk lejojnë mashtrime. Kemi ardhur si deputet, kemi ardhur me ky punë që na bën. Me shkëtu kontrollon, për mashtrime të tilla nuk lejojnë. Vazhdojmë me